t'ju uroj edhe një herë të gjithëve fitoren historike në Bratislava. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka vizituar kampin e kombëtares së Kosovës për ta përgëzuar ekipin për arritjen në finalen e play-offit për Kupën e Botës 2026 dhe për t'i ofruar mbështetje para kësaj sfide historike përballë Turqisë në stadiumin Fadil Vokri. Fillimisht presidenti i FFK-s Agim Ademi e falenderoi kryeministrin Kurti, si dhe ministrin e sportit Blerim Gashjani dhe zëvendësministren Daulina Osmani për përkrajen e vazhdueshme ndaj ekipit kombëtar. Ndërkohë në fjalën e tij para futbollistëve dhe stafit, kryeministri Kurti uroi dardanët përfitoren historike në Bratislav, duke theksuar se rrugëtimi deri në finale është plotësisht i merituar. Ai vuri në pas statistikat dhe paraqitjet e ekipit gjatë këtij cikli, duke nënvizuar se 10 golat e shënuar në 7 ndeshje gjatë këtij rrugëtimi janë dëshmia më e mirë se kjo finale është shumë e merituar. Duke folur për kundërshtarin, ai theksoi se Turqia është një ekip cilësor, por njëkohësisht u kërkoi futbollistëve që të kenë besim në vetvete. Kryeministri nënvizoi gjithashtu progresin e madh të shtetit të Kosovës në dekadën e fundit në sport. T'ju uroj edhe një herë të gjithëve fitoren historike në Bratislava. Në këtë ndeshje të fundit e kuptoj e gjithë bota se nuk është rastësi që keni ardhur deri këtu. 6 ndeshje rresht pa humbje. Vetëm gjatë vitit të fundit kemi fituar ndaj Suedis, Slovenis, Islandës e Slovakisë. Turqia sigurisht se është ekip i mirë, por edhe ju e dini se çfarë jeni në gjendje të bëni kur luani si ekip. Ndaj mos e shikoni kundërshtarin më shumë se sa vetën. Ju e keni kundërshtarin e fortë të martën mbrëma, por ata e kanë kundërshtarin edhe më të fortë se ju. E ai jeni pikrisht ju, djemtë e Kosovës. Kualifikimi në Kupën e Botës është hap i jashtëzakonshëm për Kosovën si shtet. Është moment që na vendos në skenë ku na sheh e gjithë bota. Sipas FIFA-s, rreth 5 miliard njerëz nga mbar globi e kanë ndjekur të paktën një pjesë të Kupës së Botës në vitin 2022. Besonin veten tuaj ashtu siç besojmë secili prej nesh në secilin prej jush. Pas jush është jo vetëm një shtet, por një komb i tërë. Janë tifozët në stadium, janë familjet tuaja, janë qytetarët në çdo vend banim, fshat e qytet, dhe janë të gjithë shqiptarët kudo në botë. Kjo mbështetje masive është forca juaj, merreni me vete në fushë. Kjo është momenti për ta shkruar historinë tuaj dhe të Kosovës. Dilni në fushë dhe tregoni kush jeni, luani lirshëm, luftoni për njëri tjetrin dhe jepni maksimumin për çdo minutë të lojës. Na prifte mbara e ju faleminderit.